Edicioni i 4 i Big Brother VIP Kosova tashmë ka marrë formë zyrtare. Pasi produksioni ka konfirmuar se spektakli më i madh televiziv në vend do të nisë më 17 nëntor. Lajmi u bë i ditur përmes kanaleve zyrtare të programit, të cilat publikuan edhe një video promo të shkurtër, duke ndezur kështu edhe më shumë kurreshtjen e publikut. Në videon promovuese shfaqen dy figurat kryesore të spektaklit, moderatorët Jonida Vokshi dhe Alaudin Hamiti, të cilët këtë vit rikthehen për të drejtuar një sezon që premton emocione të forta, të papritura dhe momente të paharrueshme. Dyshja, tashmë e njohur për kimit të jashtëzakonshme në moderim, paralajmëron një edicion edhe më dinamik se vitet e kaluara. Publiku e ka pritur me padurim njoftimin e datës së nisjes, pasi interesimi për këtë sezon ka qenë më i madh se kurrë. Zbulimi i datës konsiderohet vetëm hapi i parë drejt një aventure televizive që pritet të jetë plot ngjarje, debat, humor dhe skena të forta brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë. Sa i përket listës së konkurrentëve, produksioni ka konfirmuar se emrat nuk do të bëhen publik deri në natën e parë të spektaklit, duke ruajtur kështu misterin tradicional që e shoqëron këtë forma. Megjithatë, në rrjetet sociale kanë qarkulluar disa emra të supozuar, të rrjedhur nga burime jo zyrtare, të cilët vetëm sa e kanë shtuar kuriozitetin e publikut. Ky edicion i ri i Big Brother VIP Kosova premton të sjellë surpriza të mëdha, dinamika intensive dhe personazhe të fortë, duke vendosur edhe një herë programin në qendër të vëmendjes mediatike. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.